Janë të ralla rastet kur pas një kohe të gjatë takohen miqt që kanë kaluar kohë bashk. Një rast i veçantë është edhe ai i Luan Laskit dhe Dimitri Strub, ku udhëtimi i këtij të fundit u bë shkak që të takoheshin pas më shumë se 10 vitesh. E mënyra si Dimitri e ka kryer udhëtimin është tejet e veçantë. Unë jam duke udhëtuar që nga viti 2023 dhe gjithmonë më ka pëlqyer të bëj gjëra të çmendura dhe kur isha në Vietnam, më erdhi ideja të udhëtoja me skuter nga Vietnami për në Zvicër, por nuk ishte perfekte, kështu që vendosa që të udhëtoja me tuk-tuk nga Kambodja për në Zvicër. Laski tregon për momentin kur ka takuar mikun e tij. Për mua kanë shumë interesant se unë se kam pa këtë djalë për 10 vite, edhe se qëllon kënë Kosovë pa hiri, e rritë në Zvicër, më kanë dojë shumë interesant. Masa e pava, se Zotit bashkon, gjithmonë 2 herë, thojnë Zvicrant, shi është 2 herë njetë. Ke gëzim për mu, këj ka pas më thu ma shpejt, për neti ma gjatë. Hinem edhe një mova me përgandit kjerin, për me ba kontrol, edhe kemë kalu shumë mirë. Strubi ka vlerësuar shumë ikpritjen, afërsinë dhe miqësinë e njerëzve në vendin tonë. I've been in Pristina 6 years ago. Kam qenë në Prishtinë para 6 vitesh, por nuk kam parë shumë. Unë e pëlqeja, më pëlqenin njerëzit dhe gjithçka tjetër, por këtë herë padyshim që është një gjë që do të zgjas. Unë do ta mbaj mend gjatë për shkak të mikpritjes së njerëzve, ndihmës së tyre, miqësisë së ofruar dhe patjetër që është diçka e bukur. Sa i përket vështirësive me të cilat është ballafaquar, Strub tha se sa i përket anës mekanike nuk kishte asnjë problem, por vetëm ana mentale e udhëtimit vetëm për një kohë të gjatë ishte tejet e vështirë. From a mechanical aspect, it was super easy. Për nga ana mekanike e makinës ishte shumë e thjeshtë, nuk kishte asnjë problem, por do të thoja që nga ana mentale ishte gjëja më e vështirë. Të udhëtosh vetë për shumë muaj, ti takon shumë njerëz por vetëm 1 ose 2 ditë dhe të marrësh vendime. Të mendosh për gjithçka, ishte shumë e vështirë, e sidomos të isha vetëm për një kohë aq të gjatë. Në fund, Strubi shprehu falënderime për mikpritjen e jashtëzakonshme dhe për të gjitha mundësitë që udhëtimi i tij ka ofruar për të njohur edhe më shumë kultura të ndryshme në vendet që ka udhëtuar.